Atëherë, kemi thirrur këtë konferencë për shtyp në lidhje me zgjedhjet për kryetar bashkie në Tiranë, duke patur parasysh edhe që Partia Demokratike ka deklaruar që ka filluar negociatat për një kandidaturë të mundshme të gjithë opozitës. Tani, ne kemi mbajtur një qëndrim. Ne kemi thënë që ka vetëm një mënyrë për fituar zgjedhjen në Tiranë. Dhe e vetëm mënyrë është që e gjithë opozita të ketë një kandidat që vin nga jashtë partive politike. Ky është qëndrimi që kemi mbajtur dhe jemi të bindur që kjo është e vetmja mënyrë për fituar zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Sidomos duke patur parasysh që para disa muajsh u bën zgjedhje në Tiranë dhe Partia Socialiste ka marrë pothuajse 49% votave, po të llogarisë dhe votat që ka marrë PSD-ja, kuptohet që shanset që partia një kandidat i opozitës, i njërës për partive politike të fitojë zgjedhjet janë shumë të vogla. Kështu që e vetmja mënyrë, e vetmja alternativë është që të kemi një kandidat që vjen jo nga radhët e partive politike. Në këto kemi 2 muaj që kemi bërë të propozim, nuk kemi marrë një përgjigje të prerë nga Partia Demokratike nëse është apo nuk është për një alternativë të tillë. Përgjigjet kanë qenë të llojit edhe mundet ta shohim politik, po çfarë do të thotë, po çfarë është. Kur në fakt është propozimi ynë ishte i qartë. Tani na kërkohen që të futemi në negociata, të bëjmë negociata. Por para se të fillojmë çdo lloj negociate, është shumë e rëndësishme që Partia Demokratike të thotë është apo s'është për një kandidat të tillë. Dhe nuk mund të luaj me 2 porta, duke thënë edhe jemi dhe si jemi. Do ta ndajmë, ose do vazhdojmë në mënyrën e vjetër, ose Partia Demokratike do vazhdojmë në mënyrën e vjetër duke nxjerrë një kandidat që përfaqëson Partinë Demokratike, ose me mënyrën e re ku nxjerrin opozita nxjerr një kandidat të përbashkët. Dëgjoj shpesh hipoteza të llojit që nuk pas ka kandidat të gatshëm, nuk është fare vërtet. Tirana ka qytetar të ndershëm, punëtor, të aftë, pafund. Ka shumë që janë të gatshëm të lënë punët e tyre dhe të vendosen në shërbim të qytetarëve të Tiranës. Më pyesin shpesh nëse kemi embra, absolutisht ne kemi disa alternativa shumë të mira që jam i bindur që mund të fitojnë përballë kandidates së Partisë Socialiste që të gjithë e dinë që ka dosje në SPAK sepse ka abuzuar me paratë e qytetarëve shqiptar. Kandidat ka, thjesht PD-ja të ndaj mendjen. Nuk mund të ulemi në negociata pa ditur për çfarë po negociojmë. Nëse duan të dinë nga Partia Mundësia dhe nga ne, nëse ne do mbështesim një kandidat Partisë Demokratike, është e kohë që ulemi në negociata, që ulemi në tavolinë. Përgjigjja është jo. Nëse janë të gatshëm dhe kanë ndarë mendjen që të kandidojnë një përfaqësues të opozitës, që të bashkojë opozitën dhe që të marrë vota përtej votave të partive opozitare, absolutisht dakord. Jo vetëm që jemi dakord, por jemi të bindur që kjo është e vetmja mundësi. Ky është një fillim. Le ta fillojmë me Bashkinë e Tiranës. Le të tregojmë që mundet Edi Rama. Ky është një shans i artë në fakt që pas 12 vjetësh të kemi një palëzgjedhje ku opozita fiton. Kam 2 pyetje. Pyetja e parë, kjo konferenca juaj e sotme është sinjal që ka dështuar komunikimin apo negociatat në distancë me Partinë Demokratike? Bëj të pyetje pasi gjatë fundjavës ose ndoshta edhe pak më herët ne kemi pasur informacione që 3 të deleguarit që zoti Berisha ka mandatuar për të zhvilluar negociata me partitë e tjera aleate kanë qenë në kontakt qoftë me ju, por qoftë me drejtues të subjektit të Partia Mundësia për të zhvilluar negociata gjatë 2 ditëve të para të javës. Fakti që ju keni dalë në konferencë dhe po bëni këtë deklaratë, do të thotë që kanë dështuar këto? Jo, ato nuk kanë filluar dhe nuk ka patur, s'kan si dështojnë se s'kan filluar. Kjo, ajo që po konferencën e kemi thirrur sepse duam të jemi transparent me opinionin publik, me votuesit opozitarë dhe me votuesit tanë, kuptohet, për të shpjeguar se cili është qëndrimi ynë. Nëse ti po thua, jo, kanë dështuar, nëse këta e quajnë Partia Demokratike quajnë negociata, nëse thjesht se duan të dinë nëse ne jemi të gatshëm të mbështesim një nga kandidatët e tyre, to janë negociata sepse nuk kemi futur kur negociata, s'kemi ndërmend të futemi në negociata të këtij lloji. Do t'i ndajmë gjërat. Një gjë janë pazaret,
Tjetër gjë është nëse ne ndajmë parimin edhe në bazë të atij parimit, pastaj ulemi dhe japim zgjidhje. Zgjidhjet janë tjetër gjë, pazaret janë tjetër gjë. Kështu që për ju pyetjes tuaj, ne do punojmë, ky është vetë fillimi, absolutisht, jo vetëm ta, por ne do punojmë nëse Partia Demokratike thotë, po, e kemi ndarë mendjen, opozita do futet në zgjedhje me një kandidat jashtë partive politike, ne do ulemi në atë tryezë, do themi, okay, hajde tani ne mendojmë, ne kemi menduar për këto emra, o burra të shikojmë dhe të dëgjojmë dhe emrat e tjera dhe diskutojmë se kush mund të jetë kandidati që mund të fitojë. Sepse ideja nuk është që të nxjerrim një kandidat të një prej partive politike. Dakor, nuk është ideja hajde të gjejmë një tani që nuk është antar as i partisë, që është i partisë mundësia, por nuk është antar, apo që Partia Demokratike të bëjë një gjë. Ideja është që të gjejmë një kandidat të përbashkët jashtë politikës të vërtet, jo sa për të thënë. Nëse këto negociatat dështojnë, ju keni gati emrat, jo vetëm për Bashkinë e Tiranës, por edhe për pesë bashkinë të tjera që të kandidoni si subjekt politik në vete? Atëherë, ne do punojmë që të dalim me një kandidat të përbashkët jashtë partive politike. Do ngulim këmbë, do punojmë për këtë dhe nuk dua tani të merrem post sikur të dështojmë. Jo, kemi gati planin. Tani ne jemi një parti politike e re, por kemi treguar që ne nuk i trembemi garave. Unë personalisht jam futur në garë kundër Lulzim Bashës, ndërkohë që të gjithë ishin me Lulzim Bashën, të gjithë, dhe kur them të gjithë, përveç disa prej tyre janë këtu në këtë tavolinë, të gjithë të tjerët ishin me Lulzim Bashën. Ne kemi krijuar një parti politike kur të gjithë thoshin që ne do të shtonim. Të gjithë ishin të bindur që ne do të shtonim. Dhe ne ku jemi sot? Jemi partia e tretë në Bashkinë e Tiranës, me një diferencë shumë të madhe me partitë që vinë pas nesh. Kemi 2 deputet në parlament, është vetëm fillimi. Kështu jemi të vetëdijshëm dhe kemi bërë të qartë edhe me votuesit tanë. Kjo është një maraton, është një rrugtim i gjatë. Pak nga pak jam i bindur që duke ngulur këmbë dhe duke qenë besnik parimeve tona, jam i bindur që do rritem gjithmonë më shumë. Negociatat zakonisht janë vizitirën në 2 parte, por që nuk hyn me kushte. Në negociatat të ndershme hyn pa kushte dhe pastaj në tavolinë diskuton të gjitha pakatësitë ose të gjitha kushtet që ju keni. A do thotë kjo që në ulja tavolinë në PD është e kushtëzuar me deklaratat ndaj tyre që ato thonë që ne duam një kandidat jashtë partive politike dhe pyetja që do lidhet me këtë duket e ndershme që ka qenë mundësia me 2 deputet pavarësisht gjithave pra po i vë kushte partisë më të madhe opozitare, e cila ka 2 deputet në çarkun e Tiranës. E qartë. Tani, më lejo të shpjegoj. Ky nuk është një kusht që vendos unë. Është kusht për të fituar zgjedhjet në Tiranë. Nuk është kusht që vendos unë. Ne kemi parë në këto 12 vjet që duke vepruar në të njëjtën mënyrë kemi korrur të njëjtin rezultat. Tani unë po them që kusht për të fituar Bashkinë e Tiranës, për të vendosur, për të zgjedhur në krye të Bashkisë së Tiranës një njerëz të ndershëm dhe një njerëz të korruptuar, është që të dalim me një kandidat jashtë partive politike. Ky është kushti që nuk e vendos unë. Ata kanë vendosur zgjedhësit. Kanë 12 vjet që zgjedhësit na kanë vendosur këtë kusht. I thonë opozitës, do të fitosh. Doni të fitonin Tirana apo Shqipëri apo kudo, duhet të ndryshoni. Duhet të hapni partitë. Duhet të nxjini kandidat ndryshe nga ata që keni nxjerrë deri më sot. Ata e kanë vendosur kushtin, nuk e vendosur kushtin. Kjo është ajo që në cilën ne besojmë. Jo, është kusht për të fituar, nuk është kusht i yni. Është para syve të gjithëve. Është para syve të gjithëve. Çfarë duhet të ndodhi më shumë që të kuptoj opozita që duhet të dali përtej partive opozitare. Çfarë duhet të ndodhi më shumë? Sa zgjedhje duhet të mbasin më shumë? Se çfarë ka ndodhur? Çfarë duhet të ndodhi që të kuptoj që nuk mund të vazhdojnë të bëjnë të njëjtat gjëra siç kemi bërë, sepse nuk ka për ndryshuar asgjë. Kishim zgjedhje para 3 muajsh, para 4 muajsh. Pse pas 4 muajsh do ndodhi diçka ndryshe nga çfarë ndodhi në maj? Mund të ndodhi diçka ndryshe. Nëse i thrasim mendjes dhe nëse kuptojmë që duhet të veprojmë ndryshe dhe duhet të dëgjojmë zgjedhësit. Kushtin e vendosin zgjedhësit, nuk e vendos unë.
keni pasur më përpara një datë për mund takoni? Pas Nuk- informacionit ne flasim që ju pra keni thënë që sapo kthehemi në lutin jashtë vendit do azhonojmë një takim. Shpifje. Kur s'kam thënë gjë të tillë. Thjesht një shpifje. Negociatat edhe një herë nuk kanë. Jo, shpifje, jo rifleksion i gabuar, shpifje. Tani, çështja ashtu. Ndërimi me thelbin, nëse do të ndërimi me thelbin. Partia Demokratike, nëse do negociata me ne, duhet ta ndaj mendjen. Ne nuk bëjmë negociata nëse kërkesa e tyre është do mbështesim apo jo një emër, cili do qoftë ai i Partisë Demokratike. Mbi këtë gjë nuk ka negociata. Nuk bëjmë pazare. Dakor? Ne ulemi dhe flasim vetëm nëse marrim një përgjigje nga Partia Demokratike dhe zotohet Partia Demokratike, angazhohet, po do dalim me një kandidat jashtë partive politike. Në këto kushte që tani. Dakor? Kjo ka qenë pengesa pse ne nuk kemi ulur me Partinë Demokratike. Gjitha të tjerë pastaj janë çfarë theme. Edhe që të fundit Partia Demokratike ka përjashtuar tani nga negociatat partinë Bashkë, e cila ka një deputet në Çarkun e Tiranës, dhe ka konkurruar në koshak të timeve ideologjike. Nga llogaritja që keni bërë me lapse të vjetër, keni përfshirë lëvizjen Bashkë, në llogaritje pra që të shih fitues. Çfarë qëndrimi ka Partia Demokratike? Unë mendoj që nëse duam të zgjedhim një kandidat jo të korruptuar në Bashkinë e Tiranës, duhet të ushtrim dorën të gjithëve. Dhe nuk e shoh absolutisht të arsyeshme të themi këta jo, ata po. Nuk jemi në këto kushte. Ne duhet të ushtrim dorën të gjithëve, Qorit, Llapajt, Shabanit, të gjithëve, pa përjashtim. Opozita nuk ka luksin të thotë të vendosë veto. Ai po, ky jo, më fal. Ka vërtet ne mendojmë se opozita është në kushtet që mund të zgjedhë? E ti thot, votuesit e kësaj force politike unë nuk i dua se ata janë shu apo janë ashtu? Nuk është kjo fryma. Nuk është kjo zgjidhja. Nëse s'ka pyetje tjetër, shumë faleminderit.